Sekreti që nuk ua tregojnë. Mjafton një qep dhe trajtoni këto 3 probleme. Ajo që ju bën të qani, ju bën edhe më të fortë. Kjo është ajo që tregojnë për konsumin e qepëve. Të pasura me vitamina dhe lëndë ushqyese që përmirësojnë shëndetin tuaj nga kokat e këmbët, qepët janë në të vërtet një super ushqim që do të bëjnë mrekulli nëse jeni duke i konsumuar çdo ditë. Ato ndihmojnë në rritjen e dëndësisë së kockave. Ngrënia e një qepe çdo ditë për një muaj me radhë rrit dëndësinë e kockave tuaja me 5% krahasuar me ata që nuk i konsumojnë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ato zvogëlojnë nivelin e kolesterolit dhe i mbajnë edhe një mbrojtje më të mirë shëndetit tuaj të zemrës. Ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Zvogëlojnë dëmtimin e qelizave nga radikalet e lira dhe rrisin antioksidantët. Mund të përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Vetitë e tyre antimikrobike mund të forcojnë edhe dhëmbët. Qepët përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban edhe të sigurt sytë tuaj. Përmirësojnë cilësinë e gjumit dhe qepët kanë edhe fibra dietike të cilat promovojnë mirëqenien e zorëve dhe lehtësojnë stresin. Ato mund të luftojnë plakjen dhe të përmirësojnë lëkurën. Të pasura me vitaminën A, C dhe E mund t'ju ndihmojnë të keni një lëkurë të përsosur me shkëlqim që dëshironi. Reduktojnë puçrat dhe aplikohen edhe për lehtësimin e problemit të rënies së flokëve. Qepët do t'japin përfitime të mira për organizmin. Është një nga elementët bazë të çdo gatimi dhe sigurisht që trupi juaj do të marrë shumë përfitime nga konsumi në mënyrë të rregullt i qepës. Në këtë video, sipas dhe Elsaj, do të rendisim disa nga përfitimet unike të konsumit të rregullt të qepëve çdo ditë në dietën tuaj. Qepët do të përmirësojnë dëndësinë tuaj të kockave. Sado e çuditshme mund të tingëllojë. Disa studime kanë treguar se konsumi i qepës mund t'i japë rezultate efektive dhe pozitive në shëndetin tuaj të kockave, duke ndikuar kështu në rezultate të mira të shëndetit dhe duke evituar edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, sigurohuni që qepën ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Qepët do të përmirësojnë nivelin e kolesterolit dhe mbajnë zemrën me më shumë shëndet. Të larta në veti antiinflamatore, qepët do të zvogëlojnë kolesterolin e keq, i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Niveli i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon edhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepët mbi të gjitha do të stimulojnë një tretje më efektive. Qepët janë të pasura gjithashtu edhe me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur të trupit. Përveç kësaj, ato rrisin prodhimin e bakterieve të mira të zorëve, duke e bërë më të lehtë edhe procesin e tretjes dhe duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja të rregullta për të përmirësuar këto aspekte të shëndetit tuaj. Qepët do të zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe do të rrisin antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 lloje të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundje të caktuara, por gjithashtu ato parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet të këqija të pranishme në gojë dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristika e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojë dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj të sigurt. Qepët ju ndihmojnë të flini më mirë gjatë natës. Kërkimet e bëra në Universitetin e Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorëve dhe gjithashtu lehtësojnë edhe stresin. Qepët luftojnë plakjen dhe përmirësojnë lëkurën tuaj. Të pasura me vitaminën A, C dhe E, qepët ju ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur plot me shkëlqim. Ajo gjithashtu zvogëlon edhe problemet e puçrave dhe mbi të gjitha do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Qepa është një nga kulturat e njohura për më shumë se 5000 vite. Qytetrimet e lashta e konsideronin atë si një perime të shenjtë dhe për këtë arsye
Paraprakisht qepa përveç se mban edhe larg ftohjen, ajo ka veti edhe të tjera të dobishme për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Qepa do të përmbaj vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C, fosforin, hekurin, kalciumin dhe antioksidantët. Kjo perime mund të hahet e gjallë ose e gatuar, por humbet vetit e saj të dobishme. Nëse hani të paktën gjysmë qepe në ditë, mund të rrisni nivelin e kolesterolit të mirë dhe të parandaloni goditje në tru, arteriosklerozën, ataku në zemër ose trombozën. Qepa është gjithashtu një parandalues i shkëlqyer kundër diabetit dhe infeksioneve. Fosfori, kalciumi, squfuri dhe silikoni në qep ndihmojnë uljen e rrezikut të frakturave dhe problemeve të tjera, sidomos edhe të shpinës, kollës dhe të ftohjes, citon dhe Elsajt. Mjafton t'i prisni qepët në kubik dhe t'i mbuloni me mjaltë. Pas dëshirës mund të kulloni edhe lëngun dhe ta pini si shurup. Qepa gjithashtu ndihmon edhe personat që vuajnë nga anemia, jo vetëm që përmban hekur, por ndihmon edhe në përthithjen e tij nga ushqime të tjera. Nëse shtoni qep në dietën tuaj të përditshme, mund të përmirësoni ndjeshëm edhe shëndetin e lëkurës suaj, do ju ndihmoj të zvogëloni plagët dhe të shpëtoni nga aknet, dhe gjithashtu të keni thonjë dhe flokë më të shëndetshëm. Sipas Elsajt, përfshirja e qepës në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Për ekspertët e Healthline, qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm në përdorimet e kuzhinës. Qepa është e mirë kundër problemeve kronike dhe mbi të gjitha do t'jap rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Bashkë me shegën dhe me çajin e malit, që cilësohen gjithashtu si një nga ushqimet më të mira për të përfshirë në dietën tuaj, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe e dobishme në trajtimin e problemeve kronike siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imun dhe funksionet e shëndetshme të hormoneve të tjera. Qepa është e mirë për zemrën tuaj. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa është e mirë kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë aleate e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Falu qepës, zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit dhe peshën trupore. Qepa, armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët rekomandojnë një zëri se njeriu mund të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ato thonë se qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira të organizmit. Ekspertët rekomandojnë që të përfshini qepën në dietat tuaja të përgjithshme, duke ditur gjithashtu edhe rëndësinë e madhe që ato bartin. Qepët, duke e konsumuar rregullisht në dietën tuaj, do të ndikojnë në rritjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu do të mbajnë larg komplikacionet. Përzierja e qepës me mjalt gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu mund të japin rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit dhe nxitjen më të mirë të shëndetit tuaj. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë edhe konsumin e lëngut të qepës si një zgjidhje alternative me dobi të larta për shëndetin. Kështu do të nxisni edhe mirëqenien më të mirë të trupit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.